Afrika, madje si duke Afrika nga lartë. Sot është komentuar shumë një qytetar i Kosovës i cili në fotot e publikuara nga NASA ka pyetur se pse nuk duken yjet, sepse vazhdimisht NASA thot që kur je në hënë yjet duken shumë, por në imazhet që u publikuan ato nuk dukeshin. Menjëherë pas këtij komenti që NASA dhe i është përgjigjur, vetë NASA ka publikuar një foto ku thot një qiell plot me yje, pra që na vinte imazh nga gjithësia. Kam këtu nga klubi i astronomëve të Kosovës, zotrin Suhel Ahmeti. Faleminderit që jemi ne. Pak NASA na ke sjell këtu. Kam sjell një raketën Saturn që i ka dërgu njeriu në hënë në Apollo 1969, disa që me po njerëz pra se që shkohet në hënë, pra nëpërmjet tyne raketave. Kjo që apo ndodh është një moment historik, që faleminderit që më ke ftu me informu publikën ma shumë se çka është ndodh, edhe ju si emision edhe si televizion. Interesante shumë imazhet që i morëm, momenti kur ata u nesën, pra nuk është një raketë si kjo, por e ngjashme me këtë. Po, Artemis 2 ka qenë nishi, 2 3 do të bëhet ulja në hënë, 2 është veç flyby ose rrotullim rreth hënës, se zakonisht ne tënkohen e shumë i veç një pjesë të hënës, pra veç një ftyrë të hënës, për shkak që graviteti tokës nuk e lejon me po mbrapa çka ka hëna. Mi po hëna edhe mbrapa shihet, e këta pra e kanë thy tash rekordin që janë njerëzit që kanë shku mas lartë ndonjëherë, kanë shku në far side of the moon, pra në anën mbrapa, që atë është një ka kratere ndryshme, imazhe ndryshme që na nuk kemi mësu zakonisht mi po, pse na edhe me teleskop kur ta shikojnë hënën, e shumë i gjithmonë që është pra këtë ftyrën e njëjtë, nërsa këta e kanë pas rastin me po që është duket hëna dhe nga mbrapa. Pra që i kanë fotografu, një mirë e kësaj është që i kanë marrë dhe telefonat me veti, që i kanë bo foto për telefonave, më herët s'ka qenë e lejushme. Si të duk këtë çështja e qytetarit të Kosovës që reagoi, e bëri pyetje, NASA ju përgjigj dhe kjo çështja e yjeve, sepse jo vetëm ai, ishin të shumtë ata, sepse nga udhëtimi i parë që thatë ju, ata na thanë që kur je atje i sheh yjet shumë. Pra dhe tashmë nuk i pam yjet. Në fakt kitë për varet, çfarë kamere kanë përdor ata astronaut, për shkak që aparaturën, pra imazhin ose ekspozicionin që kanë lënë në aparatet e tyre, mi po kur ata e kanë fotografu pra hënën dhe tokën, kur ka qenë dielli mbrapa tokës, kanë mujtë më po yjet, se yjet nuk është që nuk shihen, po për shkak ndriçimit diellit tani ato zhduken. Pra nuk kanë qenë foto me inteligjencë artificiale? Jo, asesi, bile me një foto të parë që kanë publiku ky kapiteni i kapsulës Orion, i mundësh mi po disa yje, dhe ata thojnë astronautët që ne nga hapësira i shohim yjet pa vizëllime, pa zizëllime, sepse nga toka, na i shumë ja ke po që bujnë twinkle ashtu, dhe i zënë shyme, dhe për shkak atmosferës tokës. Nërsa ati hapësirë nuk ka oksigen asas gjo, ato shien një të amën që shian. Që shë gjitha varet që shi ka fotografu ke aparati dhe si të mos ka ndiku drita e diellit, sepse ne kur ka eklipse diellit në Kosovë, se yjet shien edhe gjatë ditës, mi po diellin apëngën, apo, tash kur ka shpesh kur ndodhe eklipse diellit totale, kur bërësohet të yjet shien edhe në ato momente. Pra vetëm ja gjë që na pengon me po yjet, pra është drita, ndriçimi i diellit. Ne dy momente i patëm rëndësi në këtë, le themi, udhëtim që është duke u bërë. Njëra ishte imazhi që na sollën imazhi i tokës që e pam, pra planetin tonë, dhe tjetra ishte hëna. Po ne jemi mësu me po përëndime diellit, për kërës kemi po përëndime tokës. Që në të vërtet ka qenë ndjenjë shumë e veçantë, ata astronautët që kanë përjetu atë moment, që kanë po hana të dalë dhe të ullë, pra, mbrapa në fakt toka dhe të ullë mbrapa hënës, edhe kanë po edhe disa kratere që në bile njëri nga astronautët, njërin për nga kratereve ka mërtu pas gruas vetë që ka vdek para 5 viteve nga kanceri, që ka qenë shumë një rast emocionus, ku i kanë po, pra kanë qenë asë një njeri më herët nuk i ka po kaq shumë këndetaje, pra
këto pjesën e mbrapa të Hanës, edhe ka qenë një ndjenje pa përshkrueshme sepse Artemisi, mos ta keq kuptojmë publiku, sepse Artemisi nuk ka pas për qëllim u ul në Hënë, ka pas për qëllim sa po funksionon kapsula Orion me ekuipazh brenda, pra mi testu pajisjet, komunikimin, apo shkon gjithçka në rregull, që mu përgatit që njerëzit më shku në Hënë deri në vitin 2028, edhe me bo një bazë permanente ato që me pas studime, eksperimentet ndryshme, pra qëllimi i NASA tash nuk është vetëm me shku mu në Hënë edhe mu kthy, po me bo tamam një bazë kërkimore ato që por Artemis edhe në këtë pikë theu historinë. E theu historinë, pritshmërit, sepse ne jetojmë në epokën Artemisit edhe do të jetojmë në epokën e uljes në Mars, pra kjo është vetëm një mision që për misioneve pasuese që të cilat do të vinë, sepse NASA nuk mund t'i dërgoj veç astronautët pa pas njëherë, pra është pas skenës që na nuk e dim një staf, një inxhinier, pra që gjithmonë duke bërë pra testime që na kur t'i shojmë njerëzit ata veç me pas pra gjithçka të gatshme, edhe me ditë pra se tash na jetojmë në një epokë digjitale dhe teknologjia shumë e zhvilluar, tash në këtë raketën Saturn në vitet më hershme, pra që më shumë se 50 vite më nuk jemi kthy në Hënë, jo për shkak që s'kemi pas dëshirës e diçka, po për shkak që NASA e ka ul pak buxhetin për shkak qeverisë amerikane, edhe atëherë ka qenë lufta gjeopolitike, pra me Bashkimin Sovjetik, se Bashkimi Sovjetik e ka dërguar njeriun e parë në hapësirë, pastaj NASA ka dashur se Amerika me tregu që na mundem me dërguar në Hënë. Që tash nuk ka shumë konkurrencë. Por sërish kemi aty flamurin e Amerikës, edhe tash. Tash nuk ka shumë konkurrencë, po tash e ka marrë vesh që NASA që Kina ashtu dashur mi dërgu tash astronautët deri në vitin 2030, që tash NASA ashtu shty që me tregu atë fuqinë që ka pra zbë eksplorimit hapësinor. Po që do shta me thonë është që tash kemi një teknologji shumë të avancume, krahasim atër ka pas shumë butona, tash është këtë touch screen, ajo kapsula Orion, raketa, pra SLS i ka dërgu, pra NASA ka bo këto vesh një flyby, pra rreth Hënës, mi testu pajisjet me po ekipazhin, apo shkën gjithçka në rregull që kjo mi hapë rrugë që deri vitin 2028 me ul njeriu apet në Hënë. Kjo është vetëm ambicie e NASA-s, nuk dihet çfarë do ndodhë deri atëherë. Mi po ka shumë skeptik që nuk po besojnë, ka shumë po ata u lidhen live edhe me presidentin Trump, u lidhen folën pra direkt nga gjithësia. Kanë folë edhe çdo gjë është e transmetueshme live, më nësh me hi në nasa.gov, më nësh me po që gjithçka është live. Edhe shpesh ju them këtyre njerëzve që nuk e besojnë që NASA kur i ka zbarku njerëzit më herët në Hënë, i ka vendosur disa pasqyra ose laser që komunikon vazhdimisht për toka me Hënën. Se shto mujna me ditë na sa është larg Hëna, për shkak që këta astronautët kur janë ulën zbarku më herët në Hënë, i kanë lënë ato pajisje që të na pi tokës për mosin tash. Edhe njëna pi tyne është që kanë lënë edhe flamurin edhe shumë atë kapsulën që kanë bërë mbrapa, edhe Rusia, Kina, tash India është të dërgu satelit, janë të fotografu Hënën, edhe i kanë vërtetu që për një me, Apollo është vendos në Hënë. I kanë po pra imazhet satelitore ekzistojnë. A nuk mendoni që një shtetë si kur Rusia do ta demantën të Amerikën deri tani? Po sepse u diskutuar shumë se tani a ishte e vërtet ajo e Apollos që ndodhi atëherë, a ka qenë e vërtet, apo është vetëm kjo e vërtet? Është një shaka që bën NASA që qatë shtrejt ka qenë pra me bo fake moon landing, sa që ka thonë NASA din shka, hajde ma mirë për qënë astronautët në Hënë, e gjirojnë atë, së na bjenë ma lirë. Shqy që me të vërtet është në atë ku ka qenë pëthuaj se pa mundër me bo fake pra moon landing, për shkak që ka qenë teknologjia që ekziston tani, mi po tani kemi të gjitha, edhe me Elon Musk, me SpaceX, me NASA, ka shumë pra ambicie që hapësinore që përdojnë. Arsyeja pse është e rëndësishme, është për shkak që na gjithmonë i kemi vendosur astronautët në këtë pamjen front side of the moon që kemi mujt me po dhe me teleskop. Sa për herë të parë tash është astronautët kanë shku mbrapa. E mbrapa janë disa rajone që nuk e kërrog dielli kur, edhe atu besohet edhe ka fakt edhe pamje që ekziston akull.
në ato polin e veriut dhe jugut të hënës, edhe NASA kur shkon të armën, kur t'i bën ato bazat, ata du të me marë ujën dikën, që marrin ujën për hënës. Që tash kjo është veç një mision që ka me hapë rrugë që njeriu më ullë deri në vitin 2028 përsëri edhe me bën një bazë permanente ato. Si po përcillet në Kosovë, për gjithë qytetarët, klubi i astronomëve në Kosovë e ka edhe pikën në Pallatin e Rinis, ku bëhet vrojtim i ujeve, vrojtime të ndryshme. Mbrëm ju i ftuat qytetarët që të vinë dhe të bëjnë vrojtim, edhe për sonte, pra për shkak që tashmë jemi në pranverë, kemi më të mirë dhe natyrisht vrojtimet janë më të lehta. Sa është interesimi qoftë për këtë që po ndodh me NASA-n, qoftë në përgjithësi në Kosovë, sa i përket këtyre çështjeve? Tek fëmijët e di që ka shumë interesim. Ka marrë bujë mediatike edhe në Kosovë, çdo portal, çdo media pesho që i kushton shumë rëndësi kësaj gjëje që shumë e rëndësishme që njerëz më informu, po ka shumë të interesuar që po mirën, po folën për kjo është një tematikë shumë aktuale, por kjo do të thotë një diçka shumë e madhe për njerëzimin, se ne gjithmonë kemi qenë specie që kemi dashur me dalë jashtë, me zbulu, me eksploru, edhe është tu jep pra një vëmendje shumë të madhe. Kemi edhe vizitor në observator që na pyesin vazhdimisht në observatorin e Prishtinës kur është më të mirë hapim për vëzhgime publike, qytetarët e gjitha pra moshave mund me arme po Hënën, Saturnin, Jupiterin, Marsin, Venerën, pra gjatë ditës punojmë shumë me shkolla, pyetjet më të vështira i kemi sidomos për nxënësve sepse ata janë shumë kuriozë, që na po mundohemi që me rrit pra njërit me shtu, pra me popularizu shkencën e astronomisë. Ne si organizat jemi më shumë se 2-13 vite, nërsa observatori i Prishtinës është hap para 4 viteve, për shkak se ajo ka qenë funksionale në vitet e 70-ta, po nuk është përdor, ma për destinacionin cilën është ndërtu. Me mbështetjen e kryetarit të Rama, Komunës Prishtinës, Ministrisë Arsimit, pra OKB-s, Organizatës Kombëve Bashkuara, e shumë ambasadave, e krejt që kemi investu, e kemi rihap observatorin, edhe tash po përdoret pra si vend ta kemi klubit astronomisë, po organizojmë ngjarje aktivitete ndryshme, që me rrit kuriozitetin, po dojmë me hap edhe Akademinë e Astronomëve të rinj, që se në Kosovë nuk ka fatkeqësisht një fushë caktuar për me studiu këtë gjë, edhe tash na po dojmë si Kosovë pra me rrit pasionin tek të rinj. Na vazhdimisht të përfaqësojmë Kosovën në për shumë konferenca të ndryshme ndërkombëtare, e kemi vendosur pra Kosovën në hartën globale, në për shumë organizata si Shën Astronomët pa kufi, Unioni Astronomëve Ndërkombëtar, që 33 tona vazhdimisht për përfaqësojnë Kosovën me diplomacinë shkencore, pra për vendosin Kosovën në hartën botërore, edhe kitë pajisjet tona janë donacione për astronomëve ndryshëm, e cila dojmë ndihmu Kosovën më zhvillu ma shumë këtë fushë. Faleminderit shumë, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit, është kënaqësi që jemi pjesë e misionit tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve që qëndruan me ne. Ne takohemi sërish nesër me zhvillim